Ishte një djalë malsor në fshatna malor janë, shumë punëtor, prej aty që janë, jam e djem shtrupa akshi, 2 metra. Shkote punote në sharra, në pyll, a kupton? Me pem, ti përpunote drunin e tjera, u kthete prej mjesit dhe ndarë ti punu atje. Një ditë bukur e lajmërojnë, një thotë hajde, ishtu, për fat keq, nana ndroi jetë kështu. Me vrap ky, alarmohet e sigurisht po, nan. Mlidhen kryen këto gjana, kalon një periudhë kohët i thotë jati tash. E kishte jatin gjallë, i thotë jati. Hajde pak. Vllai i madh e i dyti janë martuar të dy me fëmijë, me gra, kanë kriju familje. Ti e boll njëri i rregullt, a din? Po, mas ti ke llon se nana shkoj, mas ti ke llon pa martuar më bab. Patër hatu edhe ty, po. Patër hatu edhe ty. Alla ky si parimori i rregull që ishte, hajde një ashtu, punë disa ditë, gjanë një vajzë. Me të njoftë me shkusi ishtu. Me kinder së edhe baj dasmën martohen e ishtu e ja bani qefi edhe t'jatit, si me thane. Ke parasysh shumë martu edhe, aja vazhdo të punin. Pas një 2 vjetëve, 3 vjetëve, e reja i shkon këti t'jatit. Kjo nusja këti i shkon t'jatit. Dhe thot, bab, a mundem me folë diçka shumë intime? Po me të pas babet. Ne kena 2 vjetë e kusur të martu me djalin. Po ai mush më ka prek me dorë, jam fringo ala. Jam t'i bo që di ai vetëm del mjes, shkon në punë, vjen dark i lollën, han buk, flan, qohet mjes, edhe herë pa dal dielli, shkon në punë atje në sharr, kthehet, ose ai s'e ka mendën duket hiç për këtë punë. I thotë jati po flasun me te. E thret ai kur kthehet prej punës, i thotë, shiko, ishtu. Çai të bo, hajt marr bab tash ja, desh edhe ti më tha po më rahaton, u martova për ty tash ti den me i fut hund gjithmonë. Ik më rahat. Pas ke pretendime. Do më ka thullu çka me basi me bë me grunë atë se vesh. I thot ky jati të shoqes, i thot ishtu, ma mylli gojen me thon drejtën. Zvisi me aba. Leni i thot e shoqja se vesh mamaj lojën i thot se du me i bë një kështu, një kurth. I ban e shoqja i kurth, shkojnë të shok e lajmërojnë të sharra këtë një ditë, hajde se ke grunë të dek, në qendër shëndetësore atje, fshatit. Alarmohet ky lën punë një aty me vrap, se i përgjithshëm, shumë mirë i përgjithshëm. Me vrap shkon te qendra shëndetësore, hop derën, takon një doktor aty. Ha mor doktor, ku është? I thot është atje në dhomë, në reanimaciona shumë keq, ajo nuk besoj që mundet me jetu, vetëm një zgjidhje. Ha, i thot, ajo ka nevojë për seks. Duhet t'i shtrëngohesh i herë, se ndryshe ajo nuk mjeton. Ashtu, hap derën ky atje, rën një ndër zhurma, gabi, miau, peshkenica. Tu u thuj mikrofonat, po i bi ma gjatë, dalin për deret aty, në rregull e shoqja në kamë e lumtun, ky tu vesh ashtu, del doktori, ashe, shumë bukur i thot doktori, tash jeni del prej pavionit dhe shumë mirë jeni, rregull shkoni në shtëpi. Ty je rrugës të shtëpi, kjo e shoqja ishte kap te krahut, se e lumtën, e kupton, çam ke ndëru, si më thon. Ky ty jes, dur në gjepa e ty menu. Sikur s'po i dalte llogaria diçka. Mendoje, ecën e alo. Po ne ecë prapë ecë, e thotë shoqja, por se un jam shumë e lumtun që e thymë edhe këtë akull, a din? Po ty po shoh shumë të mendum, çka ke thot mama, thuaj edhe mua si është problemi tash, a ke ndonjë me mua, ndonjë? Ja më thot çam me ty. Po si e ke problemin thot, ma thuaj. Po mendosh me gruaj thot, ta disha për kaq gjë, kisha pshtu edhe nanën.